do bëhet e pamundura për të gjetur dhe për t'ja u rikthyer shqiptarëve. Këto bandit, dhe dëgjoni ju xhabaft. Dëgjoni xhabaft këtu. Dëgjoni këtu. Ju kriminal që nga bande Erion Velis shtrohej në bande këtij ati. Mos kërcënoni qytetarët e Vorës, se u jap fjalën nderit, se vend mbi tokë nuk do të keni për terrorist. Për terrorist. Ju keni mbështetjen e një delinkuenti që është kryeministër. Keni mbështetjen e një njeriu që s'ka ligj as moral për karrigën e tij dhe bëj ushtar të tij. Por ju garantoj se te Erioni do shkoni dhe bashkë me ju do vi dhe Edi aty. Ju garantoj se javën e parë të qeverisë do shpallë organizatë terroriste dhe forca e ligjit, forca e shtetit do t'jetë e pamshirë nga jush. Villni, plaçkisni mendimin e shtetit çdo ditë dhe tani dilni për tremp qytetarët për vota. Mirë ju çdo psoni. Ja u them unë, jo ju. Ju në Elbasan, në Durrës, Shkodër, kudo qeni. So juj do shpallet terrorist. Majni mend këtë.